Ne si trajner duhet kemi bashkëpunimin e ndërsjellët me ta. Startin, jo vetëm një këshill që ka dhënë një ex-trajner ose thjesht një pasionant fitnessi. E ka marrë një kamerë, ka dalë me një voice over edhe thjesht fillon e bin popullatën me këto rrjetet sociale si videot e montuara bukur. Unë nuk e shoh që na kanë prish tregun. Neve si trajner që e ndihmë veten më të kualifikuar thjesht më të plotësuar nga ana e karrierës. Të gjithë që jemi frekuentues të palestrës e lodhemi aty duke tentuar të dobësohemi. Sigurisht që rëndësi të veçantë i kushtojmë dhe ushqimet. Trajnerja shyti tregon për në Zoom sa duhet mbajtur dietë të egër apo jo. Unë jam kundër asaj dietë strikte. Jam pro fasting ose agjerimit që llogaritet ku trupi bën punën e vet, maksimalin e vet. Kur ne jemi me Ramazan ose fasting 12 orësh, po ju për dietat strikte, preferoj të tregoj se çka është ushqimi i shëndetshëm. Nuk preferoj të shkruaj dieta si personal trainer, nuk më ka ndodhur asnjëherë. Nuk dua t'ja marr punën dietologut, jo përderisa m'ja marr punën, po thjesht nuk du të përzihem profesion ose në diçka që unë nuk kam kualifikim. Refuzoj me u përzim pjesën e tij. Guxoj si trajnere me dhonë veç këshilla ku duhet me rujt klientin edhe anën psikologjike të klientit tem personal. Tjerat janë dytësore. Pse po them janë dytësore? Shkaku se në momentin që të ofrohet një klient me shumë pak kënaqësi edhe me historikun e vet ku për 3 muaj don të arrijë këta objektiva, duke hongër karbohidrate, duke konsumu shumë proteina, duke konsumu shumë pije energjike, alkohol, besa dhe vetit këqia, abuzime të ndryshme. Në arrim me një pikë ku e pyesim klientin cila veti e jotja është e parë që na kena me bën ndërhyrjen e parë. Jo me marrë me qelë me thik aty, po esenca është në anën psikologjike me pas një raport hapur me klientin. Nuk e kanë të mjaftueshme ta kenë të paktën një orë për vete. Të gjithë e dim sa bojnë me shku New York për një koncert, të gjithë e dim sa bojnë me nejtë pa gjumë deri New York, edhe të gjithë e dim që ajo kur të shkojnë vesh koncertin ka me mbajtë edhe ka për t'ikë në shpe. E dim që kohë për veti personale nuk ka me pas, edhe të i pa angazhime të mëdha, po preferojnë bojnë intervenime që po janë ma të shpejta. Sa i përket trupit, ma mirë të vendosin të marrin një proces pak ma gjatë që merr ma shumë kohë që të bëhet vetëdijsim me rrugën, se sa diçka shumë e shkurt. E di që jena në kohën ku po shohim gjithçka dhe po indikohemi, po influencohemi shumë lehtë për një X influencerës, mirë po ta dim që nuk ka me qenë jetëgjatësia e duhur. Na duhet kemi jetëgjatësi, një trup i shëndetshëm, një mendje të shëndetshme, arrin deri në 70 vjet të jetë super. Të jetë super gjyshe, të jetë super baba, të jetë super shoqe, super shok. Për Agnesën trupi mirë që ti ka punë pranë. Në Estref. Nora Estref është një prej këngëtarëve që edhe gjenetikën e ka të mirë se jo veç që e dina që ushtron ka herë. Është një prej artisteve të na dhe Dafina Zeqiri pavarësisht se tash është pak para lindjes, më sa e di. Vija trupor e ty në vrejën ku ka sukses të personal trainerit, vrehat. Është diçka shumë e kapshme për syrin. Për këto tjera të kësha pas qef me diskutu se edhe janë shumë treja për që ka shumë intervenime, edhe besoj që s'ka nevoj as për një personal trainer, sa ka nevoj për një psikolog.